Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore vijon të dërgojë në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve kërkesat ankimore për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në të gjithë qarqet e vendit, duke sfiduar procesin zgjedhor. Koalicioni kryesor opozitar ka dorëzuar pranë ankaz deri tani ankesat për qarkun e Dibrës, Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës, Vlorës, por jo vetëm. Në Vlorë, Celia Blu ka dokumentuar si rast shkeli vizitën e Ramës në spitalin psikiatrik, si dhe punimet dhe tenderat në Bashkinë Imar. Në qarkun Vlorë, procesi zgjedhor është shoqëruar me një klim të theksuar presioni mbi nënpunësit civil me aktivizimin e rrjeteve të patronazhistëve dhe me raste të dokumentuara intimidimi ndaj votuesve të opozitës, shkruhet në shkresën Demokratëve. Se takon Gjirokastrës, PD-ja përmend se ky qarku identifikua nga Osobe Odir si një zonë me prani të lartë të aktiviteteve të partisë në pushtet për fshirje të zyrtarëve të lartë të qeverisë në fushat, përdorim të administratës publike dhe raportime për intimidim politik dhe ndikim të padrejtë mbi zgjedhësit. Partia Demokratike ka çuar po ashtu në kasë dhe zgjedhje për qarkun e Korçës, duke kërkuar pavlefshmërinë e tyre. Sipas arsyetimit të demokratëve, neni 123 i kodit zgjedhor parashikon se nxjerrja e tabelës përmbledhëse të rezultatit të zgjedhjeve për zgjedhjet për kuvend bëhet nga KQZ. Me herët, koalicioni Partisë Demokratike Aleanca Shqipëria Madhështore ka dorëzuar ankesën për qarkun Berat në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Në ankesë thuhet se problemet e zgjedhjeve në qarkun e Beratit pa veçuar asnjë nga 5 bashkitë e këtij qarku, si Bashkia Berat, Bashkia Kuçov, Bashkia Dimal, Bashkia Skarpar dhe Bashkia Poliçan, janë thellësisht të ndërlidhura me varfërinë dhe izolimin gjeografik të një pjese të këtyre bashkive, varfërinë strukturore dhe keq administrimin e burimeve publike. Partia Demokratike ka ankimuar rezultatin e zgjedhjeve në qarkun Kukës. Përmes një shkrese të dorëzuar nga përfaqësuesi ligjor Franc Nuri, thuhet se koalicioni Partia Demokratike Aleanca Shqipëria Madhështore ka ardhur në dieni të fakteve, indicieve dhe ka siguruar prova të mjaftueshme lidhur me problematika dhe parregullsi të rënda të procesit.